e fundit në sport. Me mua në studio kam dy trajner futbolli. Me mua është Bekim Shatani. Përshëndetje, nderuar. Përshëndetje. Gjithashtu dhe Tahir Lështaku. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotin Shatani, po e nisim me ju, sot ndeshja Kosovë-Sloveni. Çka pritni? Po vetë curia e ndeshjeve paraprake edhe ku ti morën përgjithësi Kosova në këto 10 ndeshjet e fundit i ka 8 fitore në barazim një humbje. Edhe fitoria e fundit ishte ajo që i motivoi djemët, pavarësisht një humbje që ke hidhur. Po grupi i lojtarëve dhe përbërja e kombëtarës sonë me lojtarë cilësor, nivelit lartë, që tani po luajnë thuajse në 5 vendet më të mira evropiane, forma tyne jashtëzakonshme, të e marrë prej portierit, mes fusha, mbrojtja dhe sulmi. Të e pas parasysh edhe pse kemi pas lëndime edhe ndeshje tjera, kemi pas mungesa të lojtarëve, sidomos në fitoren e fundit, kur mungoi kapiteni Rahmani edhe arritën fitoren, u pa që në grupin edhe lojtarëve që kemi grup jashtëzakonisht mirë, kemi ngrit cilësinë edhe kemi ngrit konkurrencën brenda grupit, kështu që ajo që ka qenë brengosën një kohë kur ka munguar grupi lojtarëve, zaventson një lojtar tani pothuajse kemi lojtarë të mjaftueshëm, të cilët e kanë ngrit konkurrencën edhe po sjellin rezultate të mira. Vetë fakti që kemi kaluar për një fazë 8 fitore në barazim një humbje, edhe fitoria e fundit që na la një dritë gjelbërt në atë që ne presim një kualifikim kampionat botror, do të ishte kjo një ndeshje të them jetike për kombëtarën tonë, sepse me një fitore të ndeshjes sotme edhe me një shpresë atje në mes ndeshjes tjetër që luan Suedia, atëherë me Zvicrën, atëherë ne shumë lehtë do të kishim kërkuar në Suedi vetëm një barazim qofse fitojmë këtë ndeshje dhe do të ishim në farë mënyre pothuajse në kualifikim për kampionat botror. Shpresat janë pra besueshme, të mira, tu mbështet në fakte konkrete, tu thonë që ne kemi lojtarë të jashtëzakonshëm, kemi lojtarë të mirë, kemi lojtarë që luajnë grupin më të mirë të Evropës, kemi grupin që kriju një grup shumë homogjen, kemi pas probleme te grupi homogjen, kemi pas edhe probleme tjera të nivelit lëndimeve që i përmendëm, po krejt këto anë pozitive që sot i kemi pranë janë ato që na japin atë besimin edhe ndeshja është në vendas, prandaj si rezultati kësaj presim një fitore ndaj skuadrës slovene. Zotri Lështaku, do ta ketë Kosova letë që ta marrë 3 pikë sonte? Po jo, nëse flasëm për kombëtarën e Kosovës dhe një kombëtare si që është Slovenia, nuk besoj që është ndeshje e lehtë, përkundrazi unë mendoj krejt ndryshe që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, edhe një ndeshje krejt tjetër në krahasim me 2 ndeshjet e para. Pse konsideroni që do të jetë më e vështirë në krahasim me ndeshjet? Po për shkak se slovenët janë një kombëtare që faktikisht kanë një lojë që ma shumë bazohen domon të aspekti fizik edhe të loja në ajër, dhe natyrisht edhe FUDA, edhe futbollistat duhet ta mendojnë mirë, sepse Slovenia është kombëtare që i kushton shumë vëmendje domon pjesës defanzive, edhe natyrisht është një skuadër që unë mendoj që nga ndërprerjet apo kornerat mund të na dënoj, për shkak që edhe gjatësisë që ka tek disa futbollist, po edhe për shkak të asaj që thash janë futbollist apo kombëtarë që luajnë shumë mirë domon në ajër, por natyrisht nëse kthehem. Po cilat janë disa avantajet e kombëtarës tonë në raport me Sloveninë? Nuk besoj që kemi shumë disavantazhe në sa i përket kësaj, me përjashtim që për thëmë ndoshta fizikisht slovenët janë për një nuancë ma të forcë sa na, nëse flasëm për individ që dim që ne kemi shumë futbollistë që janë teknikisht shumë të mirë, por në aspektin fizik apo në lojën me ajër për pas Moriqit nuk kemë futbollist shumë tjerë që natyrisht e bojnë diferencën domon ndaj një kombëtare si që është Slovenia, por unë po shpresoj edhe po besoj që FUDA ka ditë domon të analizoj të 2 ndeshjet,
si atë ndeshjen që kemi hynë, unë po thamë kushtimisht në atë ndeshjen me Zvicrën, që në fakt jemi lëshu në disa avantura, dhe natyrisht në ka kushtu me humbje për shkak që edhe ndashta një farë formë edhe opinioni edhe gjithë dëmonë kemi thonë që Zvicra nuk është në atë formën e mirë, por dule kundër ta, dhe u poqën ndaj një Suedije që e dim që një Suedije është jashtëzakonisht kombëtare, një prej kombëtare shumë të forta, dhe ditën dëmonë edhe arretën mu mobilizu që edhe më poshtë një Suedi në stadionin Fadil Vukri, por duke i morë mosat edhe duke e bëhat lojnë 100% sigur të monë, njërën që kanë pregadit, me një loj shumë defanzive, shumë sigur, pa gabime dhe duke dënu kundërshtarin me tranzicion apo me kundërsulme që naturisht edhe dula ashtu edhe besoj që meritat qyshe kemi kritiku Foden për ndeshjen kundër Zvicër, mendoj që meritat i takojnë Fodës edhe për ndeshjen kundër Suedis, por natyrisht edhe futbolista. Ndërsa unë sot po shpresoj që sepse e dëgjova një deklarat të Franco Foodës, dhe natyrisht unë mendoj që edhe sot Franco Fooda dhe futbolistat që do ta nisin ndeshjen, do të kenë shumë kujdes, të luajnë një lojë shumë kujdesshme dhe të sigurt, sidomos kur është situatat të ndërpremjet edhe të kornerat, por natyrisht Slovenia nuk është skuadër që lunë vetëm apo pret situata vetëm nga këto dy situata, por është skuadër që në fakt e ka tregu edhe në kampionatin evropian që ka një skuadër shumë të mirë, por ne po besojmë që edhe në kombëtarën tonë tashmë edhe kthimi i Zhagrovës besoj që do të jetë një armë shumë e fortë domosdoshmë edhe për Foden edhe për vetë kombëtarën, dhe po shpresoj që me një lojë të mençur, një lojë kompakte, një angazhim maksimal nga gjithë futbollistat mund t'ja arrijmë edhe faktikisht në deklaratën e tij Foda ka thënë që Slovenia është një skuadër shumë e fortë në mbrojtje, ndaj për një është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm prapa dhe të shfrytëzojmë rastet përpara për të bërë gol. E bie e kjo faktikisht që Foda në farë forme ka shprehur pak ferik sa i përket kësaj pike? Jo, nuk menoj që është puna te frika, është mençuria e lojës tekniko-taktike që do ta përpilon edhe do ta zhvillon. Sepse pikërisht ndeshjen e kaluame në aspektin taktik ne e fituam ndeshjen. Sepse mençuria e kombëtarës Kosovës mu të rjek me lumë me 5 lojtar mrapa, në zonën defanzive, edhe në zonën kur e kanë topin mu shëndru pe një 5 që mu shëndru 5-3-2, mu shëndru një 4-3-3, edhe me kriju raport ose me 3-4-3, që me kriju situatën e kundërsulmit edhe me arrit objektivin qëllimin për gol. Një ashtu me ato kundërsulme edhe tranzicion e lojës prej mbrojtjes në sulm, që është një tranzicion pozitiv edhe zakonisht mos leti e ndërshkon kundërshtarin, pavarësisht se kombëtarja jonë ishte vendas. Një ashtu edhe me Sloveninë, të e pas parasysh që Slovenia ka një super mbrojtje të mirë, e ceku trajneri pikat kryesore Slovenisë që do të janë, edhe një Sloveni që një ashtu ka dhe tranzicion jashtëzakonisht mirë, edhe mbështetjen prej mesfushës jashtëzakonisht mirë, ku i mbulon zonat e rrezikshme, zonat e lira, ku kombëtarja jonë pikërisht e thën kundërshtarin edhe shënon gol. Një ashtu qysh i bën analizat kombëtarja e Kosovës me Foden i bojnë edhe kundërshtarët. Prandaj tash është ajo loja taktike, si dhe do ta mund kundërshtarin në formën që do ta përgatit ndeshjen, tu i kthyer pikat e dobta dhe pikat e forta të kundërshtarit. Mendoj që në këtë ndeshje kombëtarja jonë duhet ta zhvillojë një ndeshje shumë të kujdesshme, të e pas parasysh një mbrojtje të mirë, një mesfushë të mirë të skuad kombëtarës së Slovenisë, edhe një ashtu duhet të jetë shumë e kujdesshëm mos të krijon faulla, gjujtje të lire, kornera, sepse janë pika shumë të rrezikshme ku ata mund të shënojnë gole dhe masandej është problem të shënosh. Prandaj një pozicion i vendosjes së kombëtarës në zonën ku ata do të jenë pak më tërhequr,
edhe do të kenë mundësi ta bëjnë kundër sulmin edhe të lojën mund ta bëjnë shumë më të mirë. Sepse tani me kthimin tash formacionin të saktë si do të jetë nuk e dim, po vetë kthimi Rashicës edhe Zhegrovës, Muriqi edhe Muslia, janë ai katërshi shumë i rrezikshëm me ndimin edhe Ramonit të cili në ndeshjen me e kalume ke protagonist kryesor i fitores tonë. Kush pritni që sot mund të shënoj? Po tash kemi shumë mungesa, edhe si rezultati shumë mungesa, mas pari kemi 2 mungesa në qendër mbrojtje. E kemi edhe Delovën edhe kapiteni Rahmanin. Tash me siguri aty do të jetë Aliti edhe do të jetë futbollisti ardhur nga Ofenojmi Hajdari. Edhe tash një ashtu kemi sistemin e lojës, a do të jetë me 4 apo me 3 mrapa, apo 5-3-2, edhe qysh do të jetë, po forma e mirë e sulmit me Muriqin edhe Ramonin u pa koordinimi i jashtëzakonshëm mes tyre, ndërtimin edhe shënimin e golit, edhe kohën e tajmingut pasimit atij pasit fundit që e boni Ramoni gjatë tërheqjes topit edhe pasimit. Ajo tregon që bashkëpunimi mes dy sulmuesve është i jashtëzakonshëm, sepse përndryshe nuk do të ishte ardhur gola. Një ashtu në vitin e fundit tash me ardhjen e lojtarit Hajdari, i cili ka përvojë në ligën gjermane dhe është një super lojtar, edhe Aliti që tregoi performancë mirë, të shohim si do të jetë koordinimi mes tyre, sepse është ndeshja e parë që do të jetë, edhe a do të jetë risk, edhe a do të jetë besimi i trajnerit sepse nuk ka zgjedhje tjetër, sepse edhe Liri Krasniqi është me përvojë, që ka luajtur ndeshjen e kaluar, edhe ka treguar performancë. Mund të jetë Krasniqi ai sipas ush që mund të shënoj sonte? Jo, unë paham nëse flosëm të pjesa e mbrojtjes për shkak mungesës e Delovës, tash unë mendoj të pjesa e mbrojtjes edhe sulmit, unë mendoj që në sulm do të me vazhdu të njëjtin me Muriqin edhe me Albion Rahmanin, ndërsa të mbrojtja mendoj që trajneri është ai që di mas mirë a do starton me Hajdarin që ka orë tashmë veç është grumbullimi i parit tij, apo me Krasniqin që faktikisht Krasniqi ka luajtur edhe në disa ndeshje domthonë edhe me Alitin edhe me Rahmanin dhe tash mbetet shihet në mënyrën se si në fakt edhe në mënyrën se si do ta nis ndeshjen me çfarë sistemi, ku unë mendoj që nuk kisha ndryshuar nga ajo ndeshje kundër Suedisë, sepse natyrisht ndoshta është një prej sistemeve që ka funksionuar, edhe ka funksionuar në mënyrën më perfekte, më të mirë, domos sa i përket pjesës taktike në ndeshje, dhe kur e dim për bazë që kur lun kundër një Suedi me një disciplinë edhe me një taktik 100% suksesshme, atëherë unë mendoj që nuk do t'i asaj mënyre të lojës edhe ndaj Slovenisë, dhe natyrisht ndoshta neve sot nuk na duhet shumë lojë mirë për sy, domethënë për më shfosh në lojë mirë, por na duhen pikë. Këto janë më të rëndësishme se sa të gjitha tjerat, sepse dosh zotit që edhe Zvicra me Suedin tjetë një rezultat favor Zvicrës, edhe natyrisht gjasat nëse arrim të fitojmë sot këtë ndeshje kundër Slovenisë, besoj që edhe gjasat do t'jenë shumë atë madhe domthonë për kvalifikim botëror, sepse kemë ndeshjen tjetër të hanën kundër një Suedijës që do t'jetë e vështirë, domthonë e dim që është një vështirë me arritë në rezultat pozitive në Suedi, por asnjëherë nëse të gjithëve nëse na këshpyt dikush para ndeshjes së Kosovë-Suedi, asnjë nuk do të mund ta japshim atë mendimin që Kosova do ta mund Suedin lehtësisht domthonë stadionin pa. Po çka presni në anën tjetër nga ndeshja e nesërme? Ndeshja Shqipëri-Serbi, ndeshja e cila pritet faktikisht po quaj kushtimisht me tension për shkak të situatës. Ndeshje shtirë, ndeshje edhe në aspektin emocional, në aspektin psiqik, edhe në aspektin psikologjik, jashtëzakonisht e shtirë. Një ndeshje që për kombëtarën e Serbisë është jetike, sepse përveç që është vendas, është edhe një farforme, është ajo grindja mes trekanshit, federat serbe, trenerit, grupit shtabit teknik trenerëve dhe lojtarëve, sipas informatave që janë që
paraqesin mediat, po shihet që ata kanë grindje jashtëzakonisht madhe edhe me ana grupit lojtarëve me përçamjet e grupit trenerit, sidomos trenerit Stojkovic. E njështu edhe presioni federatës ka shia saj humbjes me Anglin 5-0. Kjo është një presion jashtëzakonisht i madh për ta i cili mund të shkon dobi të Shqipërisë, po edhe të Shqipëria kemi problemet në ndeshjeve të fundit, rezultatet të fundit edhe grupit të fundit që kanë paraqit lojën, po ajo që është më e mira dhe që duhet ta shfrytëzon Shqipëria është që jetë e përgatitur në aspektin psiqik, emocional edhe psikologjik ndeshjes, edhe ta merr ndeshjen në mënyrën tekniko-taktike të organizuar në mënyrën më të mirë, sepse dihet që kombëtarja e Serbisë ka një kombëtare me grupin e lojtarëve që luajnë në skuadrat më të mira evropiane, edhe në aspektin fizik edhe dhe shtat lartësisë morfologjike dhe lojës tekniko-taktike ka jashtëzakonisht organizuar të mirë edhe shpejt, edhe kjo mund të jetë një arsye e cila e imretet trajnerit Silvinjo ta përgatisë modelin, mënyrën e lojës edhe qasjen e lojës, ka shi një skuadre e cila përveç fitores çdo gjë tjetër do të jetë shkatrim për ta, sepse thash është problemet jashtëzakonisht mëdha janë brenda aty. Ky problem i tyre mund të jetë dobi psikologjik për kombëtarën shqiptare, edhe duhet ta shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme me një kundërshtim ose me një lojë të meçur që do të arrijnë 3 pikë që shpresoj që do të jetë vështirë, po do t'ja dalim. Zotëri Lushtaku, sipas teje, nesër Serbia ka faktikisht Shqipëria ka gjasa që ta mund Serbinë duke pas parasysh të gjitha rrethanat në të cilat do zhvillohet kjo lojë. Po natyrisht në futboll asnjëherë nuk shkon apo nuk udhton një skuadër apo një kombëtare që mos mendon të mund të arrijnë fitoren apo por nëse po gjasat reale. Gjasat gjithmonë ekzistojnë, edhe po kjo është një ndeshje pak më ndryshe, më specifike se sa disa ndeshje tjera domon kualifikuese. Kemi bëjmë me një kundërshtar si që është Serbia, dim gjithë. Domon ka qenë ndeshja e paraponit luhet në Beograd, është vendos në Leskovec për shkak ndoshta situata politike që i kanë apo problemet që i kanë vetë presidenti Vučić aty për aty në Beograd, dhe mbetësoj që kjo politikisht është vendosur në interes dhe vetë Vučićit që të luhet në Leskovec, dhe ne tash ti kem dy situata apo dy janë kjo sa ka në pozitive, ka dhe negative, sepse një stadion si që është Leskovci me 70.000 tifazë, 80% duket, veç 80% ka me qenë. po tash që aty dikon të 7.000, po 6.000, 8.000, tash në varet qushi është një, dhe natyrisht të gjithë tifazët një farforme janë të përzridhur, apo në fakt domon dijen kush kanë me kanë, sepse nuk kanë, sipas mjeteve të informimit nuk ka pas domon bileta në shitje, po fakt janë selektuar. E dim edhe thirrjet e trenerit të Serbisë që ka bë apel. Në anën tjetër, Shqipërisë nuk i lejohet të ketë tifaz, por për shkak probleme. Por kemi pas, derisa nuk i lejohet tifaz, ne kemi pas deklarime të ndryshme të njerëzve në mënyrë individuale të cilët kanë bërë shprehje, kanë shprehje edhe gatishmëri se do të shkojnë. Edhe me ato me flamur të qekes. Po. Po mbetet shihet ashtë. Ajo në sens që mundet sa dëmton kjo pastaj kombëtaren. Mund ta dëmtoj kombëtaren e Shqipërisë nëse njerëz në mënyrë individuale, po edhe ndoshta të organizuar mund të bëjnë tentime për të shkuar për ta ndjekur lojën. Po për ata mund të bëjnë tentime për ta shkuar, mund të hynë me pas mundësi, me pas kontakte apo lidhje me gjetë bileta, ka mundësi që mund të hynë, po nuk mund të hynë me transparente, apo me mbishkrime të që apo mënyrë organizimit, apo mënyrë të organizuar asnjëherë, dhe natyrisht po mbi të gjitha na po shpresojna të kombëtarja shqiptare që do din domon të shfrytëzojnë të gjitha këto situata që janë shfaqje këto ditë apo problemet që i kanë atje në Serbi, këta të
fokusohen të pjesa e futbollit dhe natyrisht sepse kjo ndeshje është e rëndësishme për të dy kombëtarët. Dhe natyrisht neve na intereson më shumë edhe në fakt të gjithë ja dëshirojmë Shqipërisë që edhe mos jetë e rëndësishme për kvalifikim. Shumë e rëndësishme fitoria. E rëndësishme është me fitu kundër Serbisë, pavarësisht sa do të kvalifikohet ajo, dhe unë shpresoj që njëse Silvinia domon ka arrit me një farforme me grupin e futbollistëve me bind që mund t'ja dalin, unë besoj që edhe pse do t'jetë e vështirë, sepse të gjithë e dim që edhe kualitetin e kombëtarës serbe, që në fakt ka shumë futbollistë cilësor që luajnë edhe në ekipe shumë të mëdha evropiane, por edhe Shqipëria besoj që nëse pjesën defanzive domon arrin me kanë kompakte edhe me kanë nivelin edhe nuk bën shumë gabime, por sa ma pak gabime dhe natyrisht me kundërsulme mund ta dënoj domon kombëtarën e Serbisë. Po, zotëri Shatani, cilat janë pikat e forta të Shqipërisë në raport me Serbinë? Pikat e forta të Shqipërisë në raport me Serbinë janë se Shqipëria në qoftë se bën ndeshjet të luftës, do të thonë ndeshjet tranzicionit, presingut, mbulimit, mbështetjet e markingut lojtarëve, edhe ka një mbrojtje të koordinuar jashtëzakonisht mirë në aspektin disiplinës tekniko-taktike, vendosjes edhe mbulimit zonës për ndihmës mes fushës, presingun top edhe rekuperimin e topave të humbur, atëherë kjo është një prej elementeve shumë pozitive që zakonisht e ka bërë Shqipëria dhe ka fituar kualifikimin e kampionatit evropian. Këto janë prej elementeve që Shqipëria i ka pas vazhdimsi, por tani kohën e fundit to janë zbe, sepse përballë një kombëtare sikur Serbia, nëse tenton mu mbrojt, edhe presioni tyne me qenë i lartë, presingu tyne me qenë i lartë, edhe me pas presionin e lartë, unë mendoj që nuk kemi forcë ne si kombëtarë e Shqipërisë ta përballojmë atë presion edhe do të jetë e ndëshkuar me gol, sepse forca, lartësia, forca kondicionale, ndërprerjet edhe kornerat janë ato që mund t'i shkaktojnë gola shumë lehtë kombëtarës së Shqipërisë. Prandaj kombëtarja e Shqipërisë duhet ta kërkon lojën e presionit, presingut në zonën më lartë se mes mbrojtja, sepse është zona ku serbët e bojnë atë presionin edhe aty rekuperojnë ndërtimin e aksionit dhe shënojnë gol. Prandaj kjo mënyrë për ata krijuar më pak rrezikshmërinë e lartë e mbrojtja e Shqipërisë duhet dalin pak më përpara të bëhet presingu i lartë, edhe të bëhet presion te lojtarët e Serbisë që aty të mirë topi edhe të ndërprerjen aksionit, edhe gjujtjet e lira të jenë mi 40 metra, 35 metra larg portës së Shqipërisë, që rrezikshmëria është më e vogël. Çdo formë tjetër, çdo lojë tjetër që do të tenton ta bën Shqipëria në kualitetin edhe formën edhe sistemin tekniko-taktik që e bën Serbia, do të jetë shumë e rrezikshme. Prandaj shumë është mëshme në aspektin tekniko-taktik se si do të vendoset skuadra në aspektin taktik, sepse e përmeni trajneri Tahir shumë bukur, fitoren e Kosovës me Suedin, e pruri sistemi i lojës, forma e lojës edhe taktika e përzgjedhur trajnerit Foda. Qofse edhe Silvinio e zgjedh formën e lojës edhe taktikën e lojës, ka shijonve pozitive, negative të kombëtarës Serbisë, atëherë rrethonat janë më të lehta për të krijuar atë kundërsulmit pej mes fushës, ndërtimit të aksionit, shënimit golit, derisa ana e rrezikshme është mbrojtja në thellësi në zonën e kuqet që therrëm në zonën e 16 meqit, sepse nuk do të fal përfaqësuesja e Serbisë. Po, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Rreth Rrotull. Faleminderit vërtet. Kemi diskutuar